Hoxh, nëse gjatë ushtrimit në palestër kam një moment dobësijet edhe e prish agjërimin pi pak ujë ose diçka, a mund ta kompensoj nëse e dënoj veten me një orë stërvitje më shumë? Duhet që besimtarit t'i japë rëndësi ditës së tij të agjërimit, që do të thotë çdo ditë e Ramazanit është ditë e shenjtë dhe ka një thënie profetike që thotë prishja një ditë agjërimit nuk kompensohet sikur ta agjëroj një gjithë jetën. Për këtë arsye ajo që ne sugjerojmë për vëllezërit tanë dhe motrat, se ka dhe motra që ushtrojnë palestër, është që ta bëjnë këtë mbas kohës së iftarit, ose duhet ta menaxhojnë situatën që mos shkojë puna deri në atë shkallë. Pra edhe trajnimi i trupit të jetë me pak agjërim, mos të jetë full time, sepse nuk është arsye e fortë që njeriu ta prishë. Është ndryshe kur njeriu ka një punë ose ka një sport e ka ndeshjen aty që mund ta shtyjë dot për shkak se ashtu e ka punën. Nëse rasti i palestës, ndërsa është le të themi diçka plus, diçka fakultative, preferohet që mos të bëhet full programi, ose nëse do të bëhet full, të bëhet mbas iftarit ose të ndahet një pjesë gjatë agjërimit dhe pjesa tjetër mbas iftarit. Po nëse shkon, gjithmonë i jepet përparësisht ndetit. Pra lejohet në raste të tilla që ta prishë dhe pastaj e kompenson një ditë më vonë. Pra është njësoj si puna e durimit të gjakut. Durimi i gjakut lejohet, mirë po këshillohet gjithmonë mbas iftarit. Pse mbas iftarit? Sepse njeriu që jep gjak patjetër duhet marrë diçka, përndryshe do të telentiset kur i themi ne. Kështu që kjo është situata.